Në Drejtorinë Rajonale të Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve në Vlorë, si dhe në sektorin e bujqësisë, janë hapur tashmë grantet me konkurim apo thëndryshe aplikimet për mbështetjen financiare nga skemat kombëtare 2026. Interesi nga fermerët dhe blegtorët ka qenë i lartë edhe gjatë kësaj teje, si kundër po ndiqni nga pamjet në ekran. Janë disa skema mbështetëse nga të cilat fermerët do të përfitojnë, por tashmë është hequr skema e naftës, e cila do të kalojë në lek të gjithë fermerëve në llogaritë e tyre bankare, ndërsa do të llogaritet sipërfaqja e tokës që ata kanë. Për televizionin 6+1 Vlora, fermerët shprehen në lidhje me skemat mbështetëse. Ne kemi të mbjella, grur, misër, fasole, ullinj, vreshta, kemi së fshat. Nga cilat zonë? Karbonari Vlorës. Si e shikoni këtë vit skemën? Po, shikoj ndonjë se di. Keni përfituar çdo vit? Po, kemi përfituar. E keni me qira tokën? Me qira gjitha. Me qira dhe kam. Nuk keni tokën tuaj? Tokë tom time 3 lymë kam. Tira dhe kam me qira. Po prodhimin e shisni këtu apo? Jo, merr me blegtori kam baktit e mia. Prodhoni qumish? Jo, mish më shumë, viça gjëra kështu. Sa kompensoni për këto apo nuk po merrni informacion? Tash do ka fillon, nuk e di. Nafta është hequr si? Kam dëgjuar, po. Si probleme me gjëra? Normale sill. Normale sill. Po, kam përfituar, gjithmonë. Si e vlerësoni skemën kësaj radhe të vit? Po, kur të marrim, do themi të vit, shumë mirë është, gjersa po vemi vita që po marrim, vijaq edhe shteti ynë nuk është shumë i fort të vi, ekonomia të vi, që ekonominë e bëjnë popullit derdhja taksat. Specialisti i bujqësisë Pëllum Baliaj, gjatë një interviste të dhënë për televizionin 6+1 Vlora, thotë se ka patur interes nga të gjithë fermerët për të marrë informacion në lidhje me skemat mbështetëse. Po, fillimi është, po mbledhin dokumenta, vinë fermerët për informacion, edhe ne i ndihmojmë për plotësimin e dokumentave. Ka interesim? Ka. Për çfarë interesim? Për karburantin, për të subvencionin në bujqësi. Po, karburanti është hequr? Po, është i llogaritur me lek, me lek, ai është. Po. Duhet që të kenë certifikat të tokës në asnjë gjëra? Jo noteri, jo certifikat edhe me AMTP, me aktin e marrjes tokës në porosi. Pagesa në vlerën deri në 12.000 lek për krerë për tuf bazë të matrikuluar për kafshë prodhuese, si dhe për pjesën mbi 50 krerë. Masa e përfitimit zvoglohet në 50% për jashtuar rastet e aplikimeve. Pagesa në vlerën 1.500 lek për krerë në tufën bazë të matrikuluar për kafshët, për pjesën mbi 300 krerë, masa e përfitimit zvoglohet në 50%, mbarështimi i bletarisë, po ashtu edhe pagesat për dosat dhe paradosat, pagesat për kontrollin biologjik të dëmtuesve të perimeve, fermat organike janë disa nga skemat mbështetëse, të cilat janë hapur tashmë për të gjithë fermerët.